Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin Restelic në komunën e Dragashit, ku një 30 vjeçar dyshohet se ka privuar nga jeta nënën e tij. Sipas policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur sot më 21 janar, rreth orës 1 pas mesnate. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi. Ai bëri të ditur se bazuar në informacionet fillestare, i dyshuari dyshohet se e ka vrarë nënën e tij rreth 60 vjeçare. Po ashtu sipas policisë, ai ka pasur probleme të shëndetit mendor. Nga ekzaminimi fillestar në vendin e ngjarjes, autoritetet nuk kanë gjetur mjetin me të cilin dyshohet se është kryer vepra penale, ndërsa viktima ka psuar disa lëndime në regionin e kokës. Me datën 21/01 rreth orës 01:06, policia është njoftuar për një rast të vdekjes së dyshimt në fshatin Restelic, komuna e Dragashit. Sipas informatave fillestare, dyshohet se një person mashkull rreth 30 vjeç e ka privuar nga jeta nënën e tij rreth 60 vjeçare. I dyshuari, sipas të dhënave paraprake, ka pasur probleme të shëndetit mendor, ka deklaruar Bytyqi. Tutje ai bëri të ditur se i dyshuari është arrestuar dhe është ndaluar për procedura të mëtejme ligjore. Ndërkohë, sektori rajonal i hetimeve në koordinim me prokurorin e shtetit është duke ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore për të zbardhur plotësisht rrethanat e këtij rasti tragjik.